Unë i uroj gjitha partitë politike që kanë qenë garë për rezultatin. Ka qenë një proces në vazhden e disa proceseve zgjedhore. Për Partinë Demokratike të Kosovës, rezultati është kjo që është. Sigurisht se kemi prit ma shumë, kemi mujt ma shumë. Nëse i referohemi vendeve në Kuvendin e Republikës Kosovës, unë pres që numri i deputetëve tjetë pak maj ma se sto që ka qenë në mandatin para prak. Megjithatë, ne po presim përfundimin e procesit zgjedhor, numërimin e gjitha votave dhe të shohim se ku po dalim si parti politike. Zgjedhjet kanë qenë të lira, mirë po nuk kanë qenë të drejta. Barabarta për shkak se është përdor paraja publike e cila rezultat. Si parti politike, si parti demokratike, neve na presin dy procese transishme. Ekziston veçma një vendim i Këshillit Drejtues që Partia Demokratike e Kosovës shkon zgjedhjet mbrëmshme këtë vit. Dhe ky proces veç ka fillu, dhe ky proces do të vazhdojë dhe do të përfundojë në mënyrë të përgatitur, në mënyrë serioze dhe do të mbyllet ky cikël zgjedhor i mbrëmshëm. Unë sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, që më zgjedh nga kuvendi para disa muajve, sigurisht se jam në mandat plot për 4 vjet, po megjithatë në gjitha nivelet, tu përfshi prej në degve, për kuvendin, për Këshillin Drejtues dhe për kryetarin. Domethënë, edhe poshtë kryetarit do të jetë një garë e hapur dhe do të garojnë ata që mendojnë që duhet me qenë pjesë e garës për kryetar të partisë. Që ka të bëjë me liderët tonë dhe liderët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ish presidentin Thaçi, kryetarin Veseli, kryetarin Krasniqi, Rexhen, përndryshe kish me qenë vështirë me thonë drejtësi kësajna. Nuk ka asnjë arsye tjetër që vendimi mos jetë lirus dhe kthimi i tyre në familjet e tyre në Kosovë, po dhe për Partinë Demokratike të Kosovës do të jetë një ndryshim shumë i madh. Unë pres që të ketë një formim të shpejtë të institucionet të Kosovës, të përfshijë gjitha nivelet, edhe kuvendin, edhe qeverinë, edhe presidentin, dhe të kemi një përmbyllje të këtij ciklit dhe të kthejmë punës. Përndryshe, 200.000 vota ma pak. Po e thjeshtësoj këto që na kanë thonë votuest, na keni lodh. Ballë. Dhe nëse shikojmë me kujdes, rezultatin zgjedhor del që në 4 komuna ka qenë humbja më e madhe. Edhe për më keq, në 4 komuna Partia Demokratike e Kosovës qeverisë në nivel lokal. Vota më shumë kemi humbur si vot, jo si përqindje, kemi humbur në Skenderaj, në Drenas, në Prizren dhe në Ferizaj. Këto janë 4 komuna që është humbja më e madhe e votës për Partinë Demokratike të Kosovës. Ne jemi duke bërë gjitha analizat e nevojshme. Unë e thash, as më shefna mas përgjithësisë, as nuk nxitohna në vendime, as nuk vonohna në vendime. Do të kemi analistë mirëfillt dhe do t'i adresojmë sakt shkaktar pse Partia Demokratike e Kosovës nuk ka arrit me mobilizu elektoratin e vet.